Student të dashur, ju të pranishëm që për kratë kauzën tonë dhe qëndruat stoik ka studentëve. Ju drejtojmë sot me një zot fuqishëm se e drejta jo nuk guzon të shkelet. Sot nuk jam këtu vetëm për të folur, jam këtu për t'ju pyetur. Çka duhet të bëjmë dhe si duhet vepruar që ligji për përdorim të gjuhëve të jetë i respektuar dhe i zbatuar. Ligjet nuk prodhojnë obligime vetëm për qytetarët, por edhe për institucionet shtetërore. Dhe ky ligj flet qartë nuk kërkon as ndryshime, as harmonizime, e as iniciativa të reja. Kërkon vetëm vullnet për ta zbatuar ashtu siç është. Kërkesa jonë është e thjeshtë. Zbatojeni ligjin, asgjë më shumë, asgjë më pak. Mos na i kufizoni të drejtat e fituara, mos na i mohoni të drejtat tona të garantuara me ligj. Sot nuk jemi këtu rastësisht. Sot jemi këtu sepse jemi lodhur duke trokitur në përdyer të mbyllura. Mos na nënvlerësoni, mos na injoroni, mund t'ju dukemi të rinj, po e ardhmja është në duart tona. Ju falenderoj gjithëve të pranishme, të gjithë studentëve të cilët e ndjejnë këtë kauzë në lëkurën e tyre, të gjithë profesorëve që në ofruan mbështetjen e tyre dhe shpresoj që kjo protestë të jetë shenjë e vlerësimit ndaj revoltës tonë. Filkom, shpresoj të mos shihemi prapë. Falenderoj shumë edhe një herë gjithëve, falenderoj studentëve. E shihni një orë ndajtëm për të ngritur zërin, edhe s'ka çare pa me ngjuki. Do shta Afrikën e Slavas. Do të varsa të amrenda. Strevoj. Filko, ligji flet qartë, ligji flet shqip. Gjua shqipe është gjuhë zyrtare. Dhe du të respektoni. Edhe një për themi mos takohemi prapë këtu. Respekton ligjin, bëhe provimin në shqip. Një falenderim për të gjitha ata që pranuan pas skenave. Mevlani tham ministrit mos takohemi prap, për nëse e ka dëshirë prap i vinë këtu. Shpresojmë që ministri të reflektoj, sepse çdo ditë na ka këtu para Ministrisë së Drejtësisë. Falenderoj. Dashur student, dashur profesor, të gjithë ju që keni ardhur sot këtu krah neve, ju falenderoj shumë që ndajtët një orë të vini këtu, se shoh edhe profesoreshët e mia të Elit atje. Edhe të rezë se më sigurt se janë diku. Profesoresha, nuk në gjumë për aty vjetë dhe tash s'ka qare. Për studentit e të tonës që kena ardhur me transport, autobusat në presin të avokosti që është aty, në ura e gurit, në të majtë i vjetë. Aman veç pak! Aman veç pak! Aman veç pak! Mikrofon! Përma pas, ja?